Një fitore e rëndësishme, patjetër shumë emocionuar për fitoren e ekipit. Ndoshta nuk e nisëm mbar atë pjesën e parë, duke pas parasysh edhe fusha nuk ishte shumë e mirë, gjithashtu ishte shumë e butë, gjithashtu edhe topat ndoshta kanë ato problematikat e tyre, por me kalimin e minutave ekipi e tregoi lojën e saj dhe sulmum, krijum raste dhe vjen shumë mirë që fitume. Patjetër që për një sulmues gjithmonë shënimi i golave është diçka shumë e rëndësishme, por dhe shumë emocionuese dhe këto gola shkojnë për gjitha shoqjet e ekipit, për mua dhe për djersën që kanë derë sot, për gjithë edhe ato vajza që ndoshta pak minuta nuk morën pjesë në fushë, ndoshta nuk luajtën sot. Kjo fitore shkon për ata, për stafin që punon pafundësisht, edhe shpresoj që të shënoj sërish, pse jo edhe më shumë vazhdimsi. Na e kemi ditë që kur vim këtu kemi pas jo aq të lehtë për me marrë fitoren, por objektivi jonë u arrit. Siç e the edhe ti, ndoshta fillimi i ndeshjes nuk ishte ai më i mirë i mundshëm, por që gradualisht me kalimin e minutave, edhe pse pësuam gollin e nuk u dorëzuam asnjëherë, ndoshta shijon më shumë kur e rikthen ndeshjen, por gjithsesi ato 3 pikë janë të rëndësishme. Nuk është se ndryshuam shumë në sistemin e lojës, ndoshta e shtuam më shumë dëshirën për fitore, edhe ndoshta ky karakteri i fortë që neve na karakterizon si skuadër, që treguam edhe gjithashtu edhe sot, bëri që ta përmbysim rezultatin dhe të marrim të 3 pikë kaq të vlefshme për ne. Patjetër që po, sepse ne e dinim që nëse marrim sot një fitore këtu, do fillonim këtë kampanjë të re me pozitivitet, por tash kemi edhe një motiv më shumë, që të shkojmë të marrim edhe 3 pikë edhe në Shkodër.